Jezusi do të zbresi në tokë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman muqsitan fayaksira as-saliba wa yaqtula al-khinzira wa yad'a al-jizyata wa yafidha al-malu hatta la yaqbalu ahad." Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, është afër koha kur I biri I Merjemes, pra Jezusi do të zbresi mes jush si gjykatës I drejtë. Ai do ta thyej kryqin, do ta vrasë derin, do të heqë xhizjen dhe pasuria do të jetë aq e bollshme sa nuk do ta pranojë atë askush. Kanë komentuar dietarët se kjo është dëshmi e qartë se Isai do të zbresi para Kiametit dhe do të gjykojë me shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thyrja e kryqit është zhdukje e çdoritit të ndërtuar mbi gënjeshtën e kryqëzimit. Vrasja e derit tregon kthimin e njerëzve në shariatin e pastër sepse ata kishin bërë të lejuar atë që Allahu ndaloi. Heqja e xhizjes nënkupton që në kohën e tij do të ketë vetëm Islam, nuk do të mbetet ndonjë fe tjetër e pretenduar nga njerëzit.